Vendimi për spitalin modular do të shpallet të premten më 16 maj në orën 12. Ndërkohë sot në gjykatën themelore të Tetovës u mbajt seanca përmbyllëse ku u dhan fjalët përfundimtare nga dy të akuzuarit dhe përfaqësuesi juridik i spitalit modular. Avokatët e Florin Besimi dhe Artan Etemit kërkuan që klientët e tyre të përjashtohen nga aktakuza, duke argumentuar se ata nuk mbajnë asnjë përgjegjësi për sistemin kundër zjarrit në spital. Nga ana tjetër, përfaqësuesit ligjor të familjarëve të viktimave kërkuan që spitali i Tetovës të shpallet fajtor dhe familjarëve t'u njihet e drejta për dëmshpërblim, duke theksuar se ata janë ndjerë të anashkaluar gjatë gjithë procesit gjyqësor dhe pas tragjedisë. Pas përfundimit të seancës, familjarët shprehen pakënaqësinë e tyre me rrjedhën e gjykimit, duke thënë se e vërteta për shkaktarët e zjarrit ende nuk ka dalë në dritë. Mu duk jo si një seancë, po mu duk si një kfis. Si që ndëgjut edhe vetë, njëna palë dhe të thotë se ka pat PP aparat, tjetra palë dhe të thotë se nuk ka pat aparat, PP aparat. Kështu që pat ose s'pat PP aparat, ne si viktimat e të djegë me 14 persona në spitalin modullar, ne edhe sot e ndimë dhimbjen të atë dish me gjiu dojë spital njerëzit më të dashurtuar. Kështu që ne nga kjo seancë nuk pritëm më tepër se të jesë se fjala përfundimtare dhe marrin dënimin e merituar të dënuarit. Kjo nuk ndodhi seanca e radhës me 16, ora 12. Kështu që nuk kam çka më shtu, në më shumë ne jena shumë dëshpëruar nga drejtësia e Republikës Maqedonisë së Veriut. Kështu që e shfrytëzoj rastin nëpër mediave tuaja të them gjithë njerëzve që jetojnë në Maqedoni, pavarësisht çfarë etnie janë, le të shohin pi xhumi nënat tona, babat tona, fëmijët tonë dojgjë, po munodhe edhe raste tjera. Kështu që drejtësi këtu nuk ka të kesa asnjëherë. Seanca sot shme dikush folën për kablin, dikush folën për APP aparat, kanë kaluar 4 vite, akoma merren me këto gjëra. Unë veç një gjë mund ta them. Kabli, fajet, PP aparat, fajet, vetëm ku janë njerëzit. Leri krejt fajet, në tilon krejt me njerëzit ku janë. Edhe masane gjyqtari duhet me qenë këtë rend pak me jashpër, sepse nëse edhe gjyqtari kalon pjesën e korupcionit apo krimit, do me thonë s'ka më këtu asgjë. Na gjegë për treti, për skatri, mbas 4 vite. Ne presim dalë e vërteta, se ne s'ka kena ka familjarët ati, edhe ne kundër zjarrit s'kena pa asnjë sen ato 3 javë që kena ka. Kena ka prej ditës parë deri ditës fundit ku dhe spitali. Ne s'kena pa asnjë sen, edhe duam dalë e vërteta në shesh. Në gjykimin e parë, 2 drejtorët e spitalit klinik të Tetovës u dënuan me nga 1 vit e 6 muaj burg me kusht, ndërsa subjekti u dënua me 1 milion denar. Nga akuza u lirua mjeku që ishte përgjegjës për qendrën e Covidit, Boban Vučevski. Në shtator të vitit 2021 nga zjarri që shkrumboi spitalin modular të Tetovës, u bën jetën 14 pacientë dhe familjarë të tyre, të cilët ndodhen brenda objektit për të kujdesur për të afërmit e tyre. Prej vitesh familjarët kërkojnë drejtësi.